Kandidatët për kryetar komunash nga radhat e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës fushatën e kanë vazhduar me premtime dhe projekte të reja duke kërkuar besimin e qytetarëve. E në komunat ku kjo parti udhëheq pushtetin lokal, kandidatët e saj kanë prezantuar rezultatet e arritura gjatë 4 vjetëve të fundit. Në Suareg, Bali Muharrema, i cili synon edhe një mandat tjetër, ka publikuar në rrjetet sociale punët që sipas tij janë kryer gjatë 4 vjetëve të qeverisjes së tij. Në Istok, kandidati për kryetar Ug Balaj ka zhvilluar takime me të rinjt, duke thënë se takimet me ta janë frymëzuese. Kandidati për kryetar të Vitis, Labinond Bislimi, ka akuzuar qeverisjen aktuale për keq menaxhim dhe mungesë të kujdesit ndaj fëmijëve, ndërsa në Prizren kandidati Besnik Krasniqi është zotuar se nëse merr besimin e qytetarëve, do ta ndërtojë nënkalimin në rrugën Tirana, që sipas tij do ta zgjidhte çështjen e komunikacionit në qytet. Në Pej, Ali Berisha, i cili synon rikthimin në krye të komunës, ka akuzuar qeverisjen e Gazmend Muhaxherit për abuzim me pronat komunale. Në kalimin e ndërtuar në kohën e ish Jugosllavisë, i cili ka pasur për qëllim që ta lidhë zonën industriale të vjetër të qytetit me pjesën e qytetit. Pikërisht në këtë ide, në këtë vizion edhe këtë koncept e kemi bërë edhe zgjidhjen e duhur për rrugën Tirana me lidhje me pjesën e tjetër të qytetit, duke shkarkuar komplet komunikacionin dhe duke bërë zgjidhje ideale kësaj pjese. Kryesorja që është marrë komuna 5 dhe udhëheqësit e komunës 5 ka qenë të Gjarllaku me prona. Tregtia dhe ndrimi pronave ka qenë detyra kryesore tyne. Dhe adeni kush ka fitu prej gjithë asaj tregtie, jo komuna. Kanë përfitu ata që udhëheqin komunën dhe ata që janë afër tyre. Komuna ka përfitu mas pakti. Kështu që kësaj metode, këtij keq menaxhimi, me 12 tetor, ka më jarë fund.